Të nderuar teleshikues, përshëndetje. Unë jam Orlan Çafoku dhe ky është emisioni Dekalog. Në Hag sot është zhvilluar një nga seancat ndoshta më të rëndësishme të procesit ndaj 4 ish-drejtuesve të UÇK-s. Sot kanë fjalën e tyre mbrojtësit, pra avokatët e 4 drejtuesve të UÇK-s, por kjo quhet edhe një lloj finale e asaj që quhet mbrojtje e të akuzuarve të prokurorisë. Sot unë kam kënaqësinë që emisionin ta zhvillojmë me 2 kolegë të nderuar, të cilët ndodhen në Hag dhe po ndjekin procesin. Është një rast i jashtëzakonshëm i medias shqiptare që gazetarët shqiptarë ndodhen në Hag, ndodhen në dhomat atje ku zhvillohet procesi, pra një nga sallat e rëndësishme të gjykatës së Hagës, dhe raportojnë prej ande. Janë 2 kolegët e mi, miqtë e mi, por edhe miqtë e emisionit Dekalog, Flogert Muça dhe Anri Bala, të 2 gazetarë që kanë qenë disa herë dhe në emisionin tim Dekalog këtu në Dritare TV. Ju përshëndes të 2 kolegë, Flogert dhe Anri, dhe faleminderit. Urdhë? Përshëndetje. Sa ke ftuar më them? Jo të ka ftuar, po ti ke qenë i zënë me fevziun edhe të zhduar kështu një shkallë më lartë edhe ke parasysh. Jo, fare, absolutisht. Ju përshëndes dhe ju falenderoj shumë për gatishmërinë që treguat dhe në aspektin profesional një bravo e madhe. Ndoshta aty mund të ketë dhe gazetarë të tjerë shqiptar, por unë them që për gazetarinë shqiptare të raportosh nga gjykata e Hagës në një proces nga më të rëndësishmit dhe sigurisht edhe nga më delikatët që kanë shqiptarët në historinë e kombit shqiptar, është një ngjarje edhe mediatike. Dhe për këtë bravo i qoftë të dyve që ndodheni në Hag në mos gaboj prej 2 ditësh ndodheni aty. 2 ditësh. Flogert, i pari me ju. Si është atmosfera në gjykatën e Hagës, aty në sallë? Çfarë ndodh? Unë do doja disa detaj nga ato që ne nuk i shikojmë në transmetimet live që kemi të përditshme këtu në Dritare TV. Që kur vjen tek dera e madhe e hekur, e mbyllur mirë e dhomave specializuara këtu në Hag, ka një lloj ftohtësie lart. Pra përtej temperaturave që janë shumë të ftohta, shumë të ulta jashtë, ka një ftohtësi edhe në fytyrën e gjithë policëve, trupave të sigurisë, të godinës, të çdo gjëje që ke përreth. Ajo që është fytyra miqësore është kolegët që ne përshëndetemi dhe pastaj sigurisht edhe komandantët që kur ngrihen perdet dhe ne jemi te galeria janë shumë optimistë, buzëqeshur dhe na dhurojnë e shkrin atë të ftohtin që na kaplon neve gjatë kësaj periudhe. Tjetra që po ashtu është shumë e rëndësishme të theksohet është që në sallë shef familjarët e komandantëve, të cilët domos ditën e parë, në momentin që u ngritën perdet, të gjithë ka një lloj ngashërimi, di si ta them, një lloj mbushje emocionale, që mandej fillon dhe relaksohet situata, sepse sigurisht mësohemi dhe me idenë. Do t'japi kuriozitet, nuk e di pse, por tek salla lart, te galeria ku ne na lejohen vetëm këto, ndodh një fenomen shumë i çuditshëm, edhe pse ti ke fjetur 10 orë gjumë, teksa je aty me kupje duke dëgjuar ç'po ndodh në sallën e gjyqit, që transmetohet 45 minuta me vonesë pastaj tek televizionet, nuk e di pse, po të vë gjumi aty lart. Nuk ka ndodhur me ne, sigurisht, sepse kërkojmë njëri tjetrit, por nuk e shpjegoj dot. Dhe kjo është e kemi konfirmuar mes të gjithë kolegëve dhe të pranishmëve aty në sallë. Nuk e kuptoj pse ndodh. Ndoshta reflektimi i xhamit, amortizimi, aspirimi i ajrit, nuk e kuptoj, por është shumë e çuditshme ai momenti aty. Tjera element të rëndësishëm janë avokatët, janë shumë të çliruar, janë me një mimik shumë optimiste dhe pozitive, ndërsa prokurorët duken si në ngërç. Pra, po t'i shohësh gjuhën e trupit, mënyrën si shtrëngojnë duar, duket që janë një lloj sikletit vazhdueshëm. Komandantët pastaj janë tërësisht qetë, her pas here shfletojnë dokumenta, mbajnë shënime, sigurisht nuk ju lejohet të kenë pajisje elektronike, kanë vetëm letra, ata avokatët kanë pajisje elektronike,
dhe duken shumë qetë, shumë të sigurt në vetvete dhe uroj që ai vetbesim dhe qetësi që ata kanë, konkludojnë me një vendim që të jetë në favorin e tyre. Anëri, për ju, si shkuat ju në Hag? Do thënë, si ishin procedurat? Sepse edhe kjo është jo pak e rëndësishme dhe si ju lejojnë aty, si futeni, si janë procedurat që merrni pjesë? Pati një akreditim të bërë disa ditë, Mikael, përpara se të vije këtu, përmes email-it zyrtare me gjykatën, dhe pasi ti akreditohesh, kishe të mundur aksesin gjykatë, sepse edhe sot për shumë është e vështirë, Flogerti është brenda galerisë që quhet ambienti këtu ku zhvillohet gjyqi, kurse unë jam tek room media, si më thënë, pra të dhoma e mediave dhe pas e zëvendësojmë njëri tjetrin ose mbajmë shënim sepse për shkak të dizavantazhit kohor është shumë e vështirë në Landi që të dëgjosh seancën dhe të mbash shënime, prandaj është domosdoshmëria për të qenë absolutisht dy veta për të ndihmuar njëri tjetrin. Dhe për lidhje të live sigurisht me Tiranën për të pasqyruar ngjarjen. Sa gazetar ka aty Anëri që ndjekin? Hyrja është me listë, mediash apo të ftuarisht, të akredituar dhe asnjë tjetër nëse s'është i akredituar nuk ka akses brenda në gjykatë. Dhe ekipet e gazetarëve këtu janë ekipe shumë të mira profesioniste, qoftë mediave vendase, po edhe të Kosovës, por edhe mediave tuaja, të cilët kanë ardhur të pasqyruar këtë gjyq. Pastaj hyrja është si në aeroport Landi. Pra pa ripa, pa orë, pa telefon, pa asgjë, pa varse, skanim totalisht për çdo lëvizje, pra skanim në derën kryesore me listë, hyrje pastaj si në aeroport në derën. Po ju i lini të gjitha gjërat diku në një, po themi në një kuti, në një. Për të shkuar në galeri Landi, të duhet të lësh çdo gjë përveç stirolapsit që tregon Flogerti dhe kësaj letrës, nuk mund marrësh asgjë tjetër. Asgjë tjetër. Asor. Çka ka të bëjë elektronike. Asor, ë? Asor që është elektronike, orën shumë me akrepa mund ta mbash, por sepse është rreth Ti kishe orë me akrepa? Jo, unë kam elektronike. Po Flogerti? Unë s'kam orë fare. Po ju jepja unë një orë të lashme me akrepa. Për mua rëndësi ka e vërteta, jo koha. Edhe Landi që po thoja, pastaj hyrja është thash, kalon 2, madje edhe në aeroport është më pak strikte, sepse kalon hyrjen e parë si me atë detektorët e metaleve apo ku, ka edhe një tjetër po prapë për të hyrë në galeri, që të skanon polici nga këmbët e koka. Kjo janë masa sigurie për shkak një protokolli që ndjek gjykata, për shkak të një ngjarje që mund ta kuptojmë që ka një lloj sensibiliteti nëse ndodh ndonjë. Sa gazetar ndodhen aty Anëri? Po janë, mos gabojmë, minimalisht që Landi ikin e vinë, sepse shif të shpjegoj edhe këtë se nuk arrita të shpjegoja, nëse sigurohet një vend, pra, nëse një media apo një outlet që është vendas apo i huaj, liron sallën, ka mundësi lëvizje nëpërmjet gazetarët. Aktualisht, sa gazetarë nga Shqipëria ndodhen aty? Mund të jenë nga Shqipëria... Nga Shqipëria ta them unë, nga Shqipëria jemi 1, 2, 3 edhe 2, 5. 5-6 duhet jemi nga Shqipëria. 5 veta, do jeni ju 2? Pa ne të 2. Pa ne të 2, pra ne jemi... Ka televizioni publik ka një ka patur që nga dita e parë ku kemi ardhur ne një gazetar dhe ABC News. Sot ka ardhur dhe televizioni Klan. Televizioni Klan. Okej, tani Flogert, nga ju, tani si po zhvillohet seanca? Sot filloi seanca në orën 9, mos gaboj? Atëherë, sot Lan se siç e shpjegova 45 minuta me vonesë pasi ka ndodhur lajmi këtu, del lajmi për median. Sot seanca ka filluar në orën 9. Si 45 minuta me vonesë? Ma shpjego pak këtë, se kuptova. Pra, tani që flasim, për shembull që në momentin që ne flasim, zhvillohet seancë mbrapa shtëpisë tonë. Po? Ajo që po ndodh tani në seancë transmetohet në televizion. Në orën 11 pse nuk kemi live me ata? Jo, ne jemi live me ty. Kurse seanca, për shkak që ti nuk hyn dot,
ne në media rooming këtu e marrim vesh 50 minuta përpara. A do të regjistrohet dhe transmetohet, e kuptova. Po, Flogerti rrin në galeri që e ndjek live për të qenë tek ty në minutat e fundit me informacionin. Lajmin që ti e merr pas 45 minutash unë ta jap tani sepse sapo zbrita nga galeria dhe sapo ndodhi. Po, çfarë ndodhi sot? Si ishte seanca sot? Atëherë filloi seanca në orën 9:00. Fjalën e parë e mori avokati i viktimave, i cili duke u referuar gjyqit ditës hënë, theksoi se ata nuk janë prokuror, pra avokatët e viktimave, që duhet të faktojnë lidhjen mes deklaratave të komandantëve dhe pasojave që kanë qenë krimet e luftës sipas prokurorisë. Pra pati një lloj tërheqje, pas fjalës tij ka marrë fjalën avokati i zotit Saçi. Avokati i zotit Saçi në deklaratën e tij përmbyllëse, nëse mund ta themi kështu, ka qenë shumë i ashpër me prokurorët special, me ZPS-n, pra me zyrën e prokurorisë speciale, duke deklaruar që ata po përdorin avokatët e viktimave të supozuara për të ndërtuar ose për të mbajtur në këmbë narrativën e dobët tyre në pamundësi për të pasur fakte. Pra që të t'jap pak kontekst. Cili është thelbi, Land? Thelbi është që prokuria akuzon që komandantët kanë bërë deklarata të cilat kanë nxitur krime lufte. Mirëpo, nuk ka asnjë fakt që lidh një deklaratë me një krim që ka ndodhur pas deklaratës, pra shkak pasojë. Nuk ka asnjë fakt që për shembull Hashim Saçi ishte ai që dirigjonte deklaratën. Nuk ka asnjë fakt për këtë. Dhe për të ilustruar këtë, avokatët kanë marrë shembull Sheshtelin e famshëm Famkeq, ku për deklarata që ka bërë raport me për deklarata që ka bërë në Bosnjë dhe në Kroaci, ai nuk është dënuar sepse deklaratat nuk kanë patur pasojë. Ndërsa për deklaratat që ka bërë në lidhje me ngjarjen e Vojvodinës, pas deklaratës së tij, si thuar sot, të nesërmen ka ndodhur masakra dhe është dënuar. E njëjta histori ka ndodhur edhe sot si shembull avokati Thaçit me Karaxhiçin. Pra ai bënte thirrje në parlamentin bosnjak kundër muslimanëve dhe ndodhin masakrat. Dhe në rastin e gjyqit në fjalë kundër komandantëve të ushtrisë qendrore, nuk ka nga prokuroria një rast pas rasti. Pra data X, deklarata Y, pasoja Z. Nuk ka asnjë tillë dhe prokuroria këtu është e zënë ngushtë dhe thot vetëm që ne kemi marrë pasqyrën e përgjithshme. Tjetra që ishte një argument shumë interesant sot nga avokati i zotit Tashi, i cili duke u referuar dëshmisë Bislim Zyrapit, një ish komandant, deklaron që e para nga vetë prokuroria është konfirmuar që zoti Zyrapi nuk ishte antar i NPK-s. NPK-ja është ndërmarrje e përbashkët kriminale, siç kanë quajtur këta komandantët e ushtrisë qendrore. Duke u referuar vetë asaj që thot prokuroria që i penduari ose jo i penduari, por dëshmitarin fjalë nuk ka qenë antar, atëherë ju drejtua prokurorisë duke thënë që si mund të thuash që ky nuk ka qenë antar i kësaj organizate, pra nuk ka qenë pjesë e shtabit, por ka qenë në çdo takim të shtabit. Pra ka një kontradikt mes faktit që vetë prokuroria pranon dhe pretendimit që mandej prokuroria ka në raport me zotrin fjalë. Dhe vetë zoti Zyrapi, i cili ka dëshmuar që ka thënë bla bla bla, por që ka qenë në favor të UÇK-s, sepse ka qenë dëshmitari i kësaj të prokurorisë, deklaron që në 2005 e ka deklaruar që atëherë që nuk ka patur asnjë urdhër nga shtabi për arrestime të famshme që këta akuzojnë, por secili komandant zonal ka ndërmarrë veprimet e tij. Pra, cili është
cila është ajo mbrojtja ose argumenti që ka sot që flasim në mbyllje të seancës avokatia e Thaçit dhe komandantëve. Është që këtu nuk bëhet fjalë për një ndërmarrje kriminale e cila ka urdhëruar masakra, por thelbi është që gjithçka ka ndodhur nga ana e shtabit përgjithshëm ka qenë në koordinim të plotë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Britaninë e Madhe dhe agjencitë e tyre specializuara kundër krimit të mbështetësh dhe spionazhit sigurisht, dhe çdo gjë ka qenë në shërbim në funksion të zgjidhjes së çështjes së pavarësisë dhe konfliktit. Dhe për ta ilustruar këtë, jepet shembulli i gjykatës gjykatës ndërkombëtare ushtarake, e cila legjitimon ushtrinë shërimtare si palë edhe pse nuk ishte institucionalizuar deri në atë moment. Kaq në momentin, pastaj mund të t'jap sërish edhe disa informacione për gjyqtarët kush janë secili prej tyre. Patjetër, Andri, do doja një pyetje të tillë për ty. Prokurorët janë perëndimor, amerikan, holandez, etj. Gjykatësit janë amerikan, irlandez, mos gaboj, dhe zviceran dhe gjerman. Dhe gjerman. Tani, irlandezi është zëvendës. Me pretencën që dhanë prokurorët, që kërkuan 45 vite për secilin, dhe duke i etiketuar me akuzën e rëndë krime, lufte dhe akuzat të tjera po të rënda për vrasje, a e kanë zhbër ata jo vetëm atë që bëri UÇK-ja, po atë që bëri perëndimi dhe vetë shtetet e tyre nga ata vinë. Se kjo është pyetja thelbësore për prokurorët. Landi, do më lesh vetëm pak kohë të sqaroj. E para, ajo që tha Pjogerdi pak më parë ka të bëjë me qoftë edhe me Sheshelin. Nëse kujtojmë, Shesheli u dënua 10 vite burg për krime që kishte bërë në raport me një element të provuar si shkak pasojë që thirrjet e tij për spastrime etnike apo për luftë apo dhunë apo për largime masive të njerëzve nga vendbanimet e tyre kanë qenë të provuara se është bërë një se në thelb komandantët po gjykohen pra për një retorik më shumë se sa krimet të bëra drejt për drejti. Pra ka qenë retorika e tyre që ka shkaktuar këtë gjë. Pa jo pjesëmarrës direkt në ngjarjet apo në krimet e luftës. Problemi është avokatët e zotit Thaçi, Veseli, Selimi apo Krasniqi kanë theksuar se nuk ka asnjë lidhje shkak pasojë sepse komandantët e tjerë lokal që flisin me këta është e provuar që kur këta jepnin urdhër, për shembull fjala vjen, të jepnin intervista apo jo nëpër media botërore të asaj kohe apo dhe të Shqipërisë, nuk e zbatonin urdhrin. Pra kishte çdo komandant, qoftë lokal, kishte një mërëdnit vetëm. Pra, një individualitet edhe në të bërë të gjëra, pra nuk e provon dot. Në rastin e Sheshelit, është e provuar se një deklaratë e tij ka pasur në Vojvodin, ka ndikuar me që ka nisur direkte me njëherë edhe spastrimet etnike të kroatëve në atë kohë. Kurse për rastin e Bosnjës dhe për rastin e Kroacisë, Shesheli u shpalli pafajshëm. Tani, Landi, do të thoja unë, kur kemi Miloševićin, i cili u nda nga jeta përpara se dënohej nga gjykata, a mund të imagjinojmë se si mund kemi komandantët e UÇK-s që ngritin një luftë për të mbrojtur nga spastrimi etnik apo genocidi, të dënohen komandantët që luftuan për liri. Pra kjo është jo absurde, po kjo është të vazhduar në kohë. Dhe kjo ndoshta nuk justifikon pretendimet e prokurisë, nuk është ky thelbi. Sipas teje, Andri, pse e ka bërë prokuria këtë? Se në një farë mënyrë ata kanë zhbërë dhe atë që bën shtetet e tyre se është një lloj sikur mbas luftës dytë botërore të arrestohej Winston Churchill, sepse solli këtu disa qindra misionarë oficerë anglezë dhe furnizuan rezistencën e shqiptarëve ndaj gjermanëve. Po, është e njëjta gjë. Pra, ti sot gjykata ka përgjegjësim, Landi do të kuptojmë se prokuroria këtu atë detyrë ka. Pra të paguajnë ata. Por, ata nuk paguajnë për të ngritur akuza të rreme.
Absolutisht nuk paguhen për atë, por tendenca se si lindi ky gjyq dhe tendenca sepse po mbahet ky gjyq nisi politikisht, ndoshta dhe shpresojmë mos përfundoj politikisht pro palës serbe. Kështu që unë besoj, sepse edhe Flogerti do të sqaroj fare mirë, unë besoj se landi ky është qëllim për të zbehur komplet gjithë investimin apo gjithë luftën që kanë bërë komandantët e UÇK-s, për të zbehur gjithë. Tani landi kujtojmë se zoti Thaçi ka qenë komandanti i ndërkombëtarëve, pra ka pas lidhje direkte me palën ndërkombëtare. Ndryshe për shembull nga zoti Haradinaj që ka qenë Medlin Albright i thoshte biri im, fiks. Pra, zoti Haradinaj u shpall i pafajshëm që ka qenë në frontin e luftës dhe këta që i kishin bani lidhje ndërkombëtare dhe raport me gjithë padrejtësitë që po bëshin, ti nëse dënon këta, për mendimin tim ke dënuar të gjithë ushtrinë qytetare të Kosovës, gjithë luftën për pavarësi. Pse bën prokurorët këtë gjë? Po është krejtësisht e kuptueshme, është për të njolosur dhe për të kthyer. Po unë besoj sepse teza, se duhet t'ja lej Flogerti tezën, kjo është një tezë e cila ka me fjalë si qëllim delegjitimimin e luftës dhe të pretendimeve të pavarësisë. Jo, Anëri, unë e kuptoj, po ti ishe një trup gjykues serb, ishte mëse normale për ata. Nandi nuk mundet të jenë serb, se me që e bënin Kosovë ta, nuk mund të jenë as kosovar as serb. Prandaj zgjedhur një trup ndërkombëtare, por influencat pasaj aty luajnë rol thelbësisht të rëndësishëm. Serb janë Landi, serb. Si serb? Serb janë prokuror, po ta them unë, se ka një lidhje. Historia është që ti e di shumë mirë, por për publikun na takon neve ta themi nga ana tjetër. Historia e kësaj që po ndodh sot ka filluar që në vitet 2008 me librin e Carla Del Pontes, pastaj ka vazhduar me atë historinë e Dick Martit dhe pastaj me kërkesën e atij rusit në Bruksel për ngritjen e kësaj që po ndodh tani. Vendimi 2014-s që i hapi rrugë kësaj që po ndodh tani dhe gjykata speciale në 2020-ën që u faktua dhe u konkretizua, u arrit marrëveshja me Hagën për të bërë këtë gjyq. Por thelbi është që dëshmit, faktet që ka prokuroria, prandaj them janë serb, jo janë serb si komsi, por janë serb si dokumenta. Pra, faktet që këta sjellin duken më shumë fabrikime të UDB-s, si quhet, serbe, se sa si punë kërkimore e një prokurorie speciale serioze. Pra, ky është thelbi, sepse ata janë referuar një raporti i cili është ndërtuar nga interesa ruso-serbe të pastra. Ky është thelbi. Pastaj, pse kanë bërë, të janë treguar kaq të pamëshirshëm në kuptimin e kërkesës për 45 vjet në pretencë, është shumë e thjeshtë. Ata kanë kërkuar zgjatje afatësh përtej çdo limiti kohor dhe kushtetues për hetimet ndaj komandantëve. Do me thënë, Flogert, më fal që, sepse një gjë shumë të rëndësishme. Sipas teje, Shërbimi Sekret Serb, BIA, se BIA quhet tani, Agjencia e Inteligjencës dhe Sigurisë, pasardhëse e UDB-s, është ajo që ka hartuar, planizuar dhe ka krijuar gjithë këtë që po ndodh në Hag? Kjo që sapo thatë ju dhe që e thash unë më herët, është ajo që të paktën nënkuptohet dhe pretendohet nga ana e palës mbrojtëse, por nga ana tjetër është ajo që dhe shihet. Pra si nisi procesi. A ishte një rus atje që e bëri kërkesën në Bruksel. A ishte raporti Dick Martit dhe janë të dhënat aty që njerëzit që janë të lidhur, që kanë qenë pjesë e UDB-s, e më the thash, janë njerëz që janë në shërbim tani si dëshmitar të fshehur që i ruhet anonimati, e më the thash kundër komandantëve. Pra, në qoftë se sheh burimin si lindi ky hetim, përfundimi dihet sepse mbi atë bazë është bërë çdo hetim i mëtejshëm dhe nuk ka hetime të mëtejshme. Pra, çfarë ndodh? Aty sillet një dokument ku thuhet që komandantët në datën pa datë është dokumenti, po në datën kaq kanë dhënë urdhër që të mos jepen intervista.
ai dokumenti nuk ka as vula, as firmë, as një simbol të ushtrisë shërimtare të Kosovës. Pra, aty ose kemi të bëjmë me një falsifikim të pastër, ose ka lejtitur në atë pikë që e kanë bërë aty për aty, se nuk kuptohet. Por pse kanë kërkuar ka shumë vite, ka të bëjë me justifikimin e viteve që kanë kërkuar për të hetuar. Pra prokurorët kanë qenë një pozitë vështirë, në kuptimin që prova nuk kanë gjetur, kërkonin kohë që t'ju vinin prova në thash, dhe në momentin që kanë dalë përpara gjykatës, sigurisht që duhet justifikonin tejkalimin e tyre ekstrem të afateve për hetimin e komandantëve. Dhe në këtë rast kanë bërë atë që kanë bërë, kanë kërkuar 45 vjet. Unë kam një tezë që e thash pak mbrëm te kolegu Adriatik Elmendi në Klan Kosova, që duke u referuar asaj që po shohim këtu, por dhe asaj që pam dje në Prishtinë, jo vetëm Prishtinë, por edhe në Shkup, edhe në Malzi, ku e gjithë klasa politike dhe kombi ka dalë në mbrojtje të komandantëve, mund të them që në rast një vendimi që do jetë në disfavor të komandantëve, që do delegjimonte luftën, do duhet që Amerikanët dhe Britanikët t'i thonin Beogradit na fal që të bombarduam, se pas kemi rënë qafë se ti ishe viktima. Të shbëjnë gjithçka, po? Eksakt, aty pastaj kam përshtypjen se Ballkani nuk do jetë më ky që është tani, sepse nëse ata njerëz që kishin mbushur Prishtinën dje do instruktohen dhe do frymëzohen nga klasa politike për të vepruar, ndoshta në Ballkan ne do jemi ata që do ngrem kokën për të mos e pranuar një vendimarrje të tillë. Është rrezikshme si tezë, ndoshta, por Andri mund të ketë dhe provokim, më fal. Jo, kam pyetje. Tani, të dhënat janë të tilla. Nga 200 mbi 200 afër 250 dëshmitar që janë aty në Hag, 134 janë shqiptar dhe kanë dëshmuar kundër krerëve të UÇK-s. Një lidhje bëjmë me këtë sepse ka dy fakte. Një deklaratë e Ivica Dačić, dhe këtë e kanë konfirmuar disa titullar edhe të shoqatave të UÇK-s, sepse ne nuk kemi pas mundësi ta ndjekim, i cili ka thënë që shteti serb ka vënë në dispozicion 400 milionë euro për marrjen e dëshmitarëve. E dhëna e dytë është që disa dëshmitar u janë marrë dëshmitë në Beograd dhe pastaj kanë shkuar në Hag. Tani, si janë këto dëshmi, Amri? Me fjalë kjo është jo se janë të vërteta, por janë gjysmë të vërteta në raport me ngjarjet. Pra, komandantët kryesisht akuzojnë për disa ngjarje që u akuzuan më saktë për disa ngjarje që janë zhvilluar në Shqipëri dhe disa ngjarje që janë zhvilluar për shqiptarë. Dhe absolutisht mendohet se prandaj edhe dëshmitarët e tjerë janë pjesa më e madhe shqiptar, por kjo nuk ka të bëjë ndoshta me që ne nuk e duam njëri tjetrin. Ama, Landi, gjysma e vërtetë e asaj që do thoja unë është se ne nuk e duam njëri tjetrin në raport me politikës, sepse përpos dëshmitarëve raporti më i rëndësishëm është raporti politik si thua i mbështetjes që do të kishte Tirana, Prishtina dhe të paktën dhe faktori, po jo më faktori tjerë shqiptar rajonal për luftën e ushtrisë shqiptare të Kosovës. Këta ishin të ndarë dhe vazhdojnë të jetë të ndarë. Kanë qenë të ndarë dhe më parë kur bënin retorik kundër njëri tjetrit për shkak të retorikës politike në parlament apo të brendshme, pra, në parlament apo nëpër media. Kështu që i tillë mjedis i kontaminuar, i cili çonte në një, si thuash, ujë në mullirin e atyre që drejtuan armën kundër tyre, ka fillur këtë lloj pasojë sot. Sot po të shikosh Landi, edhe mjedisi politik shqiptar ose realiteti politik qoftë në Prishtinë, qoftë në Tiranë, është më pak i bashkuar, pra në raport me njëri tjetrin, që të jenë mbështetësit kryesor të komandantëve të ushtrisë shqiptare të Kosovës. Kjo gjë a ka çuar ujë te prokurorët? Ky është problemi, pa. Këtë dim. Po kjo po them. Pa, si thelb e dhëna atë të thash, e dhëna se ka më shumë dëshmitar shqiptar, ka të bëjë me situatën që këta kanë marrë ose qoftë edhe me atë 400 milion euro e përdorur. Por unë besoj se nuk është kjo thelbi.
kur dëshmitarët e para herë nuk janë dëshmitarë real të ngjarjeve. Nuk është se kanë qenë aty kur ka ndodhur ngjarjet, pra janë dëshmitarë të sajuar për këtë ngjarje. E dyta, nuk është vështirë, nuk është vështirë land që gjesh 120 shqiptarë që thonë që UÇK-ja ka kryer krime luftës, dhe ke akoma që dalin në mediat shqiptare dhe thonë të njëjtën gjë. Pra, çfarë janë këta gjak prishur o Flogert? Urdhro? Çfarë janë këta gjak prishur që thonë që UÇK-ja nuk mbrojti provën? Dhe vazhdojnë akoma ta bëjnë. Që të kuptohemi, nëse UÇK-ja ka arrestuar tradhtar, tradhtari është i barabartë me agresorin. Kështu që ka që historia, pastaj ka dhe diçka që për ta shtuar vetëm te kjo pjesë nga dëshmitarët që janë ftuar për dëshmuar, aty ku ka dyshuar prokuroria, edhe pse ka patur në listë të dëshmitarëve Anri Balën, aty ku ka dyshuar që nuk do jetë në favorin e prokurorisë ajo që do thotë Anri Bala, e kalon, nuk e ka thirrur dëshmoj edhe pse ka qenë në listën e dëshmitarëve. Pra kanë shkuar deri në këtë pikë. Ka dhe këtu, ka dhe kështu. Pa rregull, absolutisht, po. Landi, të të shtë edhe diçka. Patjetër. Problemi i mjedisit si thua është përqarë që është politik në Shqipëri apo kudo, edhe në Kosovë, nuk është në thelbësi vetëm si mbështetje, se komandantët e thanë dhe dje, ose më saktë gjova një intervistë zotit Rama me intervistë që kishte dhënë për mediat, se kishte biseduar me zotin Thaçi, me ish-presidentin, dhe i kishte thënë që unë nuk bëhet fjalë për mua, unë luftën time e kam bërë me fjalë fitoren lirinë time, ose fitoret e mia i kam bërë, nuk kam nevojë që të ma certifikoj gjykata. Problemi është, Landi, sepse mjedisi i përqarë në Shqipëri dhe në Kosovë mund sjellë trazira nesër, sepse ka element pas një vendimi në disfavor të komandantëve mund sjellë element të përqarjes dhe të brendshme që janë po këta që kanë financuar këtë gjyqë politik. Më kupton çfarë po them? Pa janë delikate marrëdhënie, nuk është thjesht një vendim gjykate, është një vendim për historinë. A kthehemi vite pas dhe vazhdojmë po prapë me të njëjtën fuqi baruti, apo do ecim përpara ato që u lanë për gjysmë shumë vite më para se të arrestohen komandantët. Flogert, do të bëj dhe nga këto pyetjet e rënda, po themi, se këto janë pyetjet e rënda, po të lutem më përshkruaj pak si i pe ti të 4 komandantët e UÇK, si e pe Hashim Thaçin, Kadri Veselin, Jakub Krasniqin dhe Recep Selimi. Recep Selimi, mi përshkruaj pak të lutem të 4 komandantët. Aty në Hagë. Po e nis nga Thaçi, pra është salla poshtë nesh dhe ne jemi lart dhe janë perdet e mbyllura. Po e shpjegoj për publikun që ta parafytyroj. Në orën 9 pa 1 minutë ngrihen perdet. Në sallë janë trupa e prokurorëve, trupa avokatëve, gjyqtarët s'kanë ardhur akoma, trupa e ndihmësve të akuzuarit, pra komandantët, dhe disa 4 policë që rrinë në të 4 cepat. Në një moment, një asistente hap derën kryesore dhe hyn trupa e gjyqtarëve prej 4 gjyqtarësh. Janë 4 gjyqtarë sepse 3 janë gjyqtarë me drejt vote, njëri është rezervë nëse dikush tërhiqet apo ndron jetë apo e lëmendja. Në momentin që, dhe kjo është shumë simpatike në fakt, në momentin që hyn gjyqtarët brenda, e gjithë salla poshtë, por dhe në lart e kemi detyruar që të respektojmë gjyqtarët dhe të ngrihemi në këmbë. Solemnitetin. Absolutisht. Ulen gjyqtarët, ulemi të gjithë, bën hapjen e seancës dhe në këtë moment kur gjyqtarët ulen, është momenti kur ose që nga momenti ku ardhën gjyqtarët, deri në momentin që ulen gjyqtarët, komandantët që janë poshtë nesh, pra i kemi poshtë, janë gjithë kohën të buzëqesur sigurisht, duke komunikuar me gjuhën e shenjave dhe me lexim buzësh, me familjar, me gazetar, me miq, nga xhamat. Po me shenja? Jo, me shenja. Me shenja, nuk gjohet asgjë. Pra, ata janë thuajse dykatë poshtë, ata janë poshtë, që të kuptosh. Është pjesa e medias lart, sikurse si thua në parlament ne jemi më lart. E kuptova. Dhe ata janë poshtë në sallë, është izoluar në dëm. Si duken, do, si është, po themi.
pjesa morale ajo që të bën përshtypje është që gjendja e tyre psikologjike duket shumë e mirë sepse ata janë të gjithë shumë të qetë. Saçi është kryesisht duke lexuar dokumenta ose duke ndjekur përbri ti është zoti Veseli dhe përballë ti zoti Krasniqi. Pra ata janë nga një krah me avokatët e tyre, pavarësia përballë dhe gjyqtarët në qendër të. Po dhe Saçi është ai që është si në qendër stallës dhe është kryesisht ose duke lexuar ose duke dëgjuar me vëmendje. Ajo që nuk vije të re ndoshta nga televizori është që edhe gjendja e tyre fizike duket shumë e mirë, pra me sa duket bëjnë aktivitet fizik dhe ne me që kemi mundur të marrim ata kryen aktivitete fizike të shumta i kanë të gjitha në ambientet e paraburgimit. Kanë një dhoma e tyre e paraburgimit është 5x3. 5x3, ë? Po, 5x3. Sigurisht kanë akses në internet vetëm për të komunikuar me avokatët. Pastaj kanë sigurisht televizor, libra, palestër, nëse kanë të paguajnë, kanë edhe fizioterapi e tjera me radhë, pra kushtet janë gjitha, por duhen edhe para për t'i plotësuar për kushtet. Fizioterapia për shkak të mos atrofizimit, se nuk është kështu. Se imagjinoj njerëzit sikur është sallë masazhi, pra është vetëm fizioterapi është. Fizioterapi për shkak, po ideja është vetëm për shkak të atrofizimit. A ka ndihmuar shteti i Kosovës, Anëri, dhe shteti i Shqipërisë që procesi të shkojë sa më mirë, veçanërisht a ka investuar për avokatët, sepse aty është e gjithë thëmbra e Akilit. Ne kemi një kazus të jashtëzakonshëm në historinë e Shqipërisë. Ja, vetëm ta krahasoj këtë se Avni Rustemi kishte një avokat jashtëzakonshëm, kishte 2 avokat, të cilët bën atë që gjykata thoshte ky ishte autori, po del por lirohet. Holandi janë nga me sa di unë, nuk kujtohen emrat, po kanë qenë 2 avokatë që janë tërhequr nga çështja për shkak mungesës fondeve. Mos gaboj, javën diku te 35 milion nga Kosova. Nga shteti i Kosovës janë dhënë në 5 vjet 35 milion. Vetë fjalë për të 4 personazhet, por 2 avokatët shumë të rëndësishëm atë me emër, po që s'u kujtohet tani momentarisht, janë tërhequr nga mbrojtja e zotit Saçi dhe Veselit. Dhe kjo tregon se në atë kohë faktori shqiptar nuk ka qenë bashkë për a e thamë fillim shteti. Pra, a e thamë fillim që kjo nuk është një betejë që i përket këtyre që janë këtu prapa ekonomik. Pavarësisht se betejë aty është individuale, mund të jetë edhe familjare, absolutisht. Problemi është se kjo nuk është betejë momentale individuale, kjo është betejë partei, aty është betejë kombëtare. Kështu që as asistenca në raport dhe me shifrat e pagesave për të siguruar disa avokatë mirë. Po pse nëse dënohet Saçi me Veselin apo Selimin apo Krasniqin, po dënohet individi apo lufta për pavarësi, apo ekzistenca e një kombi të tërë. Dëmtohet kudo Shqiptaria, jo vetëm Kosova. Pra, kështu që atëherë pse nuk janë bërë bashkë, përgjigjen do ta gjejnë ata, landi se ne s'kena punu në njërë në administratë. Flogert, familjarët e kujt janë aty dhe kush rri aty nga familjarët e 4 komandantëve? Aty ka familjar të gjithë komandantëve, pa diskutim. Ajo që ata me të cilët unë dhe Anri kemi patur nderin që edhe të ulemi të keni takuar, po? Janë familjarët e Saçit, pra janë vëllezërit e tij, janë niprit e tij, po, të cilët janë të gjithë aty, janë shumë mirënjohës dhe falënderues edhe për këtë që po bën ti nga Tirana tani me ne, jo vetëm për këtë që po bëjmë ne nga këtu. Pra e çmojnë jashtëmase kontributin që ne po japim në këtë aspekt, janë shumë për unjur, shumë mirënjohës, sigurisht shumë të prekur. T'ju jap një detaj për shembull, nipi i zotit Saçi, teksta fliste sot ai avokati i viktimave të supozuara në shenjë demonstrative hoqi kufjen
edhe e pyeta, i thash pse, aman tha e di çfarë thot ky tha. Ky tha është në shërbim të atij tjetrit aty tha që kanë marrë këto gjërat e gatshme dhe përdorin falsifikime pra kishte një lloj indinjate, pra ju kujtohet kur hoqi Vučić kur tha Rama Kosova shteti i pavarur? Po, Hoqi në Beograd që hoqi kufjen? Ashtu i hoqi edhe nipi i Thaçit sot, i hodhi aty dhe më bëri shumë përshtypje. Unë i mbajta sepse duhet të thoja, të raportoja edhe të ty tani çfarë u tha dhe çfarë s'u tha, se e kemi punë, por janë emocione që nuk shihen nga kamera, por janë çfarë po përjetojnë familjarët. Pra, imagjino të dëgjosh për Xhaxhain në këtë rast, monstruozitete të tilla që dalin nga goja e një prokurori atje, dhe reagimi i tyre ishte kaq instiktiv sa jo vetëm ai në fakt, e bëri edhe një nga anëtarët e ekipit të Thaçit, një bashkëpunëtor i ngushtë. Ishte edhe ai që pas tij e hodhi, pra situatë emocionalisht e rënduar kur flasin prokurorët dhe situatë shumë shpresëdhënëse kur ngrihen avokatët në këmbë, nëse mund ta themi kështu. Anëri, kam një pyetje të tillë. Për 13.000 të vrarë. Të lutem. Po, më fal, Landi. A bëj një pyetje të fundit se kemi ardhur edhe në raport me kolegët, po mundet që të jemi të ekuilibruar dhe me raportimin e tyre dhe duhet të kthehemi edhe në sallë. Jo, po kemi bllokuar sallën. Okej, do ta zhvillojmë. Për 13.000 shqiptarë të vrarë të Kosovës, Anëri, dhe 160 të zhdukur, gjykata e Hagës ka dënuar vetëm 7 ushtarak serb dhe të gjithë bashkë 100 vite burg. Do thonë, për 4 drejtues të UÇK-s kërkohet 180 vjet burg. A diskutohet ky disproporcion? E ke përgjigjen brenda. Pyetja jote ishte shumë e bukur, po e ke përgjigjen brenda, Landi. Kjo është, me fjalë, sasia e pretensës kërkuar nga prokuroria ose dënimi ka si qëllim të delegjitimuar pavarësinë e Kosovës dhe të japi drejt serbëve. Pra kur ti dënon një që luftu, është se si ndodhi një ngjarje kriminale, ai që u mbrojt nga agresori të dënohet më shumë se sa ai që po tentonte ta vriste. Më kupton çfarë dua të them? Pra kjo është pa logjik, është ekstremisht e situatë rrezikshme, do të thoja, pra nuk është situatë normale. Kjo është mesazh që ata që luftuan për pavarësi duhet dënohen për delegjimuar pavarësinë dhe për delegjimuar për luftën e ushtrisë shqiptare të Kosovës, që nesër pas nesër nëpërmjet këtij rezultati të gjykatës kanë pretendime për agjendat e tyre që janë destabilizuese në rajon. Landi, të t'jap dhe i zonë interesante se e pas kam lënë pa ta thënë. Ishte një argument shumë i bukur që dha sot avokati i Thaçit mbi pretendimet pra për deklaratat kanë nxitur dhunë dhe tha që për komandantët, për të gjithë ushtrinë shqiptare të Kosovës, janë bërë nga sigurimi serb dhe nga gjykatat serbe, nga shteti serb, Jugosllavia, më thash, të gjitha hetimet dhe kërkimet dhe as nga serbët vetë nuk është gjetur asnjë lidhje mes komunikatave dhe zotit Thaçi në këtë rast. Pra që komunikatat i përgatiste apo i bënte dhe urdhëronte Thaçi sfari, po përtej kësaj atë që komunikatat, deklaratat kanë shkaktuar pasoja të rënda që janë krimet njerëzore e tjera me radhë. Pra, Flogert, kam një pyetje. Kryeministri Rama tha dje në Kosovë se presidenti Vjosa Osmani është kërcënuar disa herë nga prokurorët e Hagës për të kontrolluar zyrën e saj dhe për të gjetur prova kundër Thaçit. Tani, cili është komenti juaj dhe sa është marrë kjo parasysh çka ka ndodhur, se kjo është gjëja më e rëndë që mund të dëgjosh në një shtet? Fakti është që unë kam të konfirmuar nga këtu ku jemi, që nuk është kërkuar një herë, po është kërkuar mbi 5 herë që kur zonja Osmani ka hyrë në zyrën e presidentit që të bëhet një bastisje e institucionit presidentit, e godinës, për të gjetur prova që, se kjo është pak absurde, po në vitin 2014 duhet gjeni ka hyrë në zyrën e presidentit zoti Thaçi, në 2014.
Dhe ata usallarët prokuror donin që nga 99-a që ka mbaruar lufta, 15 vite më vonë mendonin se do gjenin prova në zyrën e presidentit, pra çfarë kishte bërë UÇK, thashë i kishte futur në sirtaret e presidentës për t'i ruajtur. Dhe kjo është e konfirmuar që ata kanë tentuar ta bëjnë një kontroll të tillë dhe sigurisht që është mbajtur në një farë mënyrë e klasifikuar nga shteti i Kosovës dhe është deklasifikuar në këtë moment të rëndësishëm. Nuk është folur në sallën e gjyqit për këtë argument. Nuk është folur. Jo, nuk është folur për këtë argument, por besoj se kur gjyqtarët të krijojnë atë vetdijen dhe bindjen e tyre të brendshme për punën e prokurorisë, faktet që ajo ka sjellë dhe kundër argumentat e avokatëve, ndoshta kjo deklaratë dhe ky fakt do merret parasysh. Tani fjala e Ramës, prokuror idiot, fraza prokuror idiot, e dëmton apo e lehtëson procesin për gjyqtarët? Është gjyq politik dhe vendimi o lança foku do jetë politik. Politik sepse të shohësh akuzat dhe pastaj të shohësh mungesën totale të fakteve dhe të provave, kupton që këtu nuk kemi të bëjmë fare me një proces normal mbi bazë provash dhe faktesh e mësetash. Këtu është një banalitet i madh ku kryesisht flitet me, kanë thënë dëshmitarët kështu, por dëshmitari, është shumë interesante, dëshmitari del dhe thotë që pra, prokuroria thotë, deklaratat kanë shkaktuar krime kundër njerëzimit. Dhe sjellin dëshmitarin X. Dëshmitari X i shkreti, i bie drejt dhe thotë, por unë këtë deklaratën që më tregoni ju, ma ka dhënë prokuroria. Se ka harruar prokuroria të thotë që dilë thuaj që kjo deklarata ka shkaktuar krim. Se e kam dëgjuar që në 99-ën. Ai thotë jo, deklaratën e pash tani unë kur erdha këtu. Pra ka situata aty që gajasësh dhe dukshëm është një lloj sikleti të mas prokuroria. Do po ta shtohesh aty ku flet avokati ose gjyqtari, nëse avokatët janë komplet relaksuar, qetë, se thash, prokurorët i ke gjithë kohën duke bërë gestikulacione që gjuha e trupit ju flet për një lloj para mos rehatie që ata kanë raport me këtë proces. Por gjyqi do jetë vendim politik, Landi. Po pra, për të dy këtë pyetje kam, Aneri dhe për ty Flogert. Një parashikim tuaj si do jetë vendimi i gjykatës? Mund të thash si e asaj kushtetuesës tonë, me la të gjitha palët kështu. Të nachura. Po jo, po aty i ke 3 veta, ja do jenë 2 me 1. Po ke 4 komandantë. A ti thua për të do të jetë ndryshme? Po për ty Flogert? Unë nuk do thash dhe çfarë unë pretendoj, dhe çfarë do të jetë vendimi është që ata s'mund të dënohen për diçka që nuk e kanë bërë. Unë mendoj ndryshe. Problemi nëse do jetë politike. Si e parashikon Flogert? Unë mendoj që për sa kohë është politike, vendimi nuk mund të jetë ata janë të gjithë komandantë. Dhe nuk do ketë ndarje sepse lufta o bie o nuk bie. O gjithë komandantët pafajshëm, ose gjithë komandantët fajtorë, sepse nëse dalin 2 komandantë pafajshëm dhe 2 fajtorë, lufta sërish ka rënë. Po Flogert, po dëshmitë e Wesley Clark edhe James Rubin, sa kanë ndikuar në proces? Dëgjoj, prokurori, se këtu prokuroria ka bërë tërheqje. Prokurori thotë referuar deklaratave të zyrtarëve të lartë, i zyrtarëve të lartë. Kemi rënë pjesërisht dakord që me këtu bien dakord me avokatët që ata nuk kanë ditur çfarë ka bërë Thaçi eksaktësisht. Domethënë ka mashtruar. Ata janë marrë. Po pra, domethënë thonë që Thaçi ka mashtruar, ka arritur të mashtrojë CIA, atë spionazhin britanik si e ka MI6, çdo lloj spionazhi ndërkombëtar. Pra, këtu në fakt, nëse është kështu, Hashimi, zoti Thaçi dhe gjithë tjerë duhet dalin në urgjencë nga burgu. E kupton çfarë gjenish kemi të bëjmë apo jo? Kanë arritur problema IQ e pasaj Flogert.
Urdhro? Ka problem IQ-ja pastaj? E kupton tani, pra kemi arritur deri në të pikë. Prandaj them që janë të dëshpëruar, sepse kanë arritur të thonë që Clarkun e ka gënjur Hashimi. Atë ndërkohë që zoti Thaçi dhe komandantët e tjerë në fakt ishin në shërbim të amerikanëve dhe anglezëve. Ishin në dispozicion të tyre dhe vetë është në intervistë ajo, po e ka thënë dhe Clark apo Rubin, nuk e mbaj më mirë, që Madeleine Albright e konsideronte Hashim Thacin si my boy, si djalin e tyre. Pra ishte djali i amerikanëve, komandonte ai amerikanët apo amerikanët atë. Pra, dhe duke thënë këtë, dhe duke thënë që në krye të gjykatës është një amerikan dhe një gjerman në krahun e tij që nuk është në favorin e UÇK-s, haptazi, dhe një zvicerian i cili ashtu me atë natyrën neutrale të zvicerianit nuk kuptohet se si do votoj, se për kë variant do votoj në fund. Unë them që perandoria do ruaj dignitetin e saj dhe eventualisht edhe dignitetin e kombit shqiptar. Që do thotë do fitojnë komandantët. Që do dalin pafajshëm. Absolut. Flogert Muçani, qoftë se fjala jote del, ti do marrësh një 10 me yll në gazetari në karrierën tënde, sepse këto që komenton ballukun e tjerë nuk kanë vlerë. Në qoftë se del fjala jote dhe fjala jote në vesh të Perëndis, unë do ta vendos këtë sinkronin tënd. Unë po e bëj me analizë Oland. Jo, dakord, se mirë, ne duhet themi që kemi dhe dëshirën, se situata nuk është edhe aq që e lehtë. Por po të mos kishim dëshirë, ne dëshira na ka sjell këtu për te profesionit. Një herë na ka sjell ajo tjetra. Anëri kam një pyetje, na ka sjell ana emocionale. Anëri kam një pyetje për ty. Jack Smith ishte kryeprokurori që bëri gjithë këtë. Ai sot akuzohet në Amerikë për mashtrim. Tani s'më del as i llogari mua që procesi vazhdon aty kundër ish drejtuesve të UÇK-s. Olandi, nuk bëhet fjalë për këtë pjesë. E dia të shprehen pika ru vreshtin, kështu dhe puna e kësaj. Tani, po pse edhe aty në Hag ka vreshta? Absolutisht në çdo ku. Kishin ferma tjerë zakonshme. Janë vendi i parë Hollanda në botë për ferma. Landi, nëse do ta dish. Mund ta çekosh. Dhe dytët për bylmetra. Dhe të dytët për qumshin që bën eksport qumshit. Landi, problemi është se dëshira është tjetër gjë dhe realiteti është tjetër gjë. Jo, çfarë po ndodh me Jack Smith anëri? Po prit pra, kjo nuk do niste askurr nëse do kishte lindur mbi prova dhe fakte reale. Atëherë një gjyq që nis pas një arsye faktike, iniciuar nga Serborus, tani ka 5 vite e gjyq që po gërmojnë në prova sepse nuk kanë prova, janë palishmëri totale të afateve që i mbajnë zotrin Burg, e ke zonë Kasin që thotë është 75 vjeç. Është ky Burgu 2 për të, nuk është i pari. Po, e vërtetë është. Kam Burgu dhe serbët. Se pyet e çfarë që si ndjen ata, po nëse zoti Selimi është 53, Veseli dhe Thaçi janë 57, respektivisht 58. Zoti Kasishi nuk e ka luksin që të shndrojë 6 vite burg pa asnjë arsye. Pra, kështu që në këtë kontekst, në momentin që është politik, gjyqi ekziston frika, por absolutisht që aty nuk ekziston asnjë provë, asnjë bazë për të dënuar ta. Ama janë trafiku i influencave dhe trafiku i këtyre njerëzve që ti thua që publikisht janë të pabesueshëm dhe kanë akuza në vende të tjera që e reflekton komplet provat apo mekanizmat që janë përdorur këtë gjyq. Kështu që ne jemi shpresë plot se gjyqi do kaloj dhe jetë kështu sikurse thot Flogerti, por ama ekziston frika e trafikut të influencave që mund të bëjnë këtë gjë tjetër, ose është intuit e ime, apo ndoshta nuk do bëhet, pyetja është kjo. A do bëhet është tjetër gjë? Jo, pa do bëhet koncencion politik me luftën e ushtrisë shkrimtare të Kosovës? Po pra, pyetja Flogert, nëse dënohet. Dëgjoj, po flas më shumë se duhet me që zona bie rasti dy herë të flasim nga këtu ku jemi për këtë ngjarje.
Nëse dënohen flogert krerët e UÇK-s, cilat janë pasojat? Ja, shive cila është analiza, Ola. Këtu miku im, kemi të bëjmë me një gjyq politik, ku ka disa agenda në lojë. Kosova, që se mund të marrim kështu, është një nga instrumentat që ka në fushën e lojës SBA, por edhe një nga ato pikat e synuara ruse. Po flasim për të mëdhenj tani, kur luajnë Rusia, SBA, mëse thash. Në qoftë se do vendoset kundër komandantëve, praktikisht SBA e kanë lënë në tavolinë, jo e kanë lënë në tavolinë rusëve Kosovën. Është koncesion politik, nuk e di në këmbim të çfarë. Pra, a do lihet Kosova, për cilën është bërë një luftë, për cilën është bombarduar Beogradi dhe është shpallur e pavarur dhe është bërë prej 17-18 vitesh betejë për njohje, më thash, ka baza të NATO-s atje brenda, më thash, a do lihet si koncesion për shembull, nga SBA për mbylljen e luftës në Ukrainë? Po ja fut kot, Pra, unë nuk mendoj se amerikanët do e përdorin Kosovën si koncesion politik, sepse nuk ka asnjë deal që mund të bëjnë me serbët, nuk është Kosova deali që mund të bëjnë me rusët, më fal, për Ukrainën, për luftën në Ukrainë. Nuk duket të ketë gjatë që, dhe duke thënë këtë, amerikanët do duan ta forcojnë pozicionin e tyre në Ballkan, jo të dobësohen dhe të lëshojnë në Ballkan. Dhe kjo më çon mua te deduksioni që ata, ose kjo administratë që do ta them kështu, ky president që mund të jetë ashtu si është, nuk do lejoj që një luftë e fituar nga amerikanët të zhbëhet sot për teka të kapriçot të serbo-rusëve. Që kjo më jep besimin mua që do kemi i vendim në favor të komandantëve. Për te besimit absolut që kam, që ata nuk i kanë kryer ato krime, dhe këtë e tregon salla e gjyqit. Nuk po e them unë si dëshirë të brendshme. Dhe ka një gjë që duhet ta them. Sot avokati i Thaçit tha, ne nuk themi dhe nuk pretendojmë që nuk ka patur asnjë ushtar të UÇK-s që mund mos ketë kryer krime. Pra, mund të ketë patur nga ushtarë dhe nga segmente tek diku te kalime nga ana e ushtrisë shqiptare dhe abuzime me drejtat e ndaj Serbi. Por kjo nuk ka qenë kurrë as qëllimi i komandantëve, nuk ka qenë kurrë as pjesë e deklaratave dhe frymëzimit, nuk ka qenë kurrë asnjëherë mision i përbashkët ndërkombëtar dhe kombëtar ndaj serbëve. Misioni, qëllimi strategjik ka qenë çlirimi i Kosovës dhe këto dëme kolaterale që mund të kenë ndodhur nga segmente siç ndodh në luftë nga ushtar diku apo ku diun se çfarë, janë një gjë më vete. Ama komandantët këtej kanë uzuar dhe kanë frymëzuar vetëm betejën për mbrojtje dhe për lirinë e tyre, jo për të kundërtën. Çdo gjë tjetër le të hetohet, le të faktohet dhe ketë përgjegjës individual në qoftë se, por nuk është ky rasti dhe këtu prokuria nuk ka asnjë fakt. Një fakt që të thotë që në datë 19 korrik 2009-s Hashim Thaçi tha bla 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 dhe në datën 19 në darkë ose 20 në mëngjes në Drenicë u pushkatuan 10 serb me fjalët me urdhër të komandantit. Pra nuk ka ndodhur, nuk ka asnjë fakt. Ndryshe nga rasti i Karaxhiçit apo rasti i Sheshelit ku ka patur shkak pasojve janë dënuar, është precedenti aty. Shfrytëzoj rastin, ne jemi në fund tani dhe unë nuk dua të marr kohë se unë e kuptoj shumë mirë, po kryeministri Rama nesër është në Washington në atë që quhet bordi i paqes i ftuar nga presidenti i Shtetit Bashkuar të Amerikës Donald Trump dhe kjo është një ngjarje historike edhe për Shqipërinë. Është nga të paktët personalitetet larta që shkon jo thjesht në Washington, po do jetë edhe në Shtëpinë e Bardhë. Anërit, cili është komenti yt për këtë? Duan në
ne kishim një situatë të tillë që dukej sikur kryeministri Rama kishte marrëdhënie më të ulta me Shtetet Bashkuara të Amerikës. Me këtë çfarë pritet për zotin Rama? E the shumë mirë Landi, unë pres nga zoti Rama që në bordin e paqes, sikurse mbledhen për atë restaurimin e Gazës, të mbledhen dhe për restaurimin e besimit të luftës, pra të luftës ushtrisë qendrore të Kosovës. Nëse në diskutime të bordit të paqes do ishte Gaza, duhet padyshim të vendoset dhe në diskutime dhe ky gjyq që po zhvillohet sot, për shkak se bordi i paqes duhet merret me një bord i lufte që po kërkon të minoj imazhin dhe pavarësinë, sikurse thash, të Kosovës. Në biseda Rama, për mendimin tim ose sipas dëshirës time, po them dhe nuk e di kush është agjenda e tij, duhet të ketë si diskutim dhe këtë ngjarjen e sotme. Do të diskutoj për Kosovën. Jo për Kosovën. Nuk po bëhet fjalë për Kosovën. Kosova nuk ka qenë kurrë për Kosovën. Jo pra, për çikën e kam fjalën, për gjyqin. Po pra, do të diskutoj për pavarësinë e një kombi dhe një betejë, një kombi dhe rreziku nesër që kjo gjë e sotme mund të jetë pjesë e bordit të paqes ky vendimi. Po kupton çfarë duhet të them? Do të diskutojmë nesër pastaj që destabilitetin si të rindërtojmë Ballkanin, destabilitetin që mund shkaktojë kjo gjë në rajon. Sepse mund të lindin, nëse kemi vendim negativ, mund të lindin pretendime nga pala serbe që kjo luftë është bërë nga disa terroristë, ata nuk e kanë dash pavarësinë. Më kupton çfarë duhet të them? E kuptova. Kështu që besoj përveç Gazës do të interesoj mirë edhe për këtë fshatin tonë të vogël këtu, që është shumë i rëndësishëm edhe për shtetet si SBA-ja dhe për në Ballkan, Shqipëria, qoftë Kosova. Në këtë sens, pra, pjesa ne nuk na ngjelet gjë për diskutuar për Gazën. Unë besoj se edhe presidenti Trump mund të interesonte, por vetëm gjë që mund të bënte ekstra me këtë bisedë është që ky lloj gjyqi është një lloj mund të krijojë destabilitet në rajon. Qoftë pretendime të palës serbe, qoftë pastaj instrumentave që mund të përdoren për destabilizuar rajonin. SBA-ve në gjykimin tim intereson stabiliteti dhe paqja, sidomos agjendës apo projektit që ka marrë zoti Trump paktën në administratën e tij. Flogert, a është në siklet kryeministri Rama dhe e them këtë për dy kafshimbuze që mund të bëjmë ne me ato që ka thënë Rama, një, mos o zot Trumpi zgjidhet president, dhe dy, si e ngatroi Shqipërinë ai me Azerbajxhanin, me luftën e Azerbajxhan me Armeninë. Albania. Në fakt Flogert edhe mua më ka rënë rasti jashtë. Where are you from? I am from Albania. Armenia. Dhe unë kam ngritë zërin pastaj. Albania. Ka disa që e ngatrojnë në dëgjim atë pjesën Albania-Armenia. A do jetë Rama në siklet kur të japi dorën Trumpit i tha, ti e ai që ke thënë atë fjalë për mua? E para, turpin e njerëzimit e ka thënë përpara se të bëj Trumpi president për herë të parë dhe pasi e ka thënë, është ritakuar me Trumpin 2 herë dhe Rama ka deklaruar që kur është pyetur që s'më dha të kuptoj fare që e kishte dëgjuar atë që unë kam thënë në CNN. Pra, Rama mund të deliroj sa doj, por nuk merret me çdo kryeplak katundi presidenti SBA e para. E dyta, ajo që është shumë e rëndësishme, Oland, se dua ta lidh me këtë të sotmen, është që vajtja në shtëpinë e Bardh e dy drejtuesve të dy shteteve shqiptare. Po pra se është edhe Vjosa Osmani nesër, po. Dhe vetëm këto dy në Ballkanin Perëndimor. Vetëm këto dy në Ballkanin Perëndimor. Po nuk është as si Malizia, si qëndrimi afër i Ramës, shumë afër me zonjën Osmani. Dhe zonja Osmani
me networkun e saj me administratën e Trumpit e kështu me radhë, dhe pjesëmarrja dje në proteste e Ramës dhe Osmanit për komandantët, mua më kuptoj vetëm diçka, që me aq sa këta kanë mundësi, të mos flasim për mëkatet e Ramës në Tiranë, se ato i flasim në Tiranë, por po flasim mbi këtë ngjarje që është krejt tjetër histori. Osmani dhe Rama janë në anën e duhur të historisë, pa diskutim, paktën me tani kohët e fundit, dhe Rama ka qenë jashtë dhe ka treguar pa e kujbok, Osmani, ka rezervat e veta, por ka marrë ktesë. Sot që flasim në sallë mbrapa shtëpisë tonë është Glauk Konjufsa, ish kryetari i Kuvendit dhe ministri i jashtëm i Elbit Kutit, po është në seancë, ka ardhur, është prononcuar dhe në gjest në mbështetje të, është shumë vonë. Po pra, se Albin Kuti mund të kishte plotësuar ato formularët, se nuk plotësoi dot formularët. Jo vetëm aq, por qeveria e kryeministrit Tise, tha Bala pak më herët, qeveria e kryeministrit Kurti ka dhënë 35 milion për komandantët, që është për vetë historinë e Kosovës, ndërkohë që në 5 vjet, ndërkohë që në një rast që kishin patur nuk ja mbaj mend emrin, në Kroaci, në një afat shumë shkurtër, vetëm për një person, shteti kroat kishte dhënë 45 milion. Vetëm për një person. Kështu që gjithsesi, ka një, edhe pse jemi në fund, edhe pse janë të vonuar disa, kemi një bashkim kombëtar nga Nik Gjeloshaj në Malzi, Marash Dukaj po atje, tek në Shkup të Ali Ahmeti, në Prishtinë me gjitha partitë në shesh dje, pra më në fund, vonë, nuk kanë dalë dot mbi veten, atëherë ku ka qenë për dalë, e kam fjalën për vetëvendosjen në këtë rast, por sot që flasim kemi një bashkim kombëtar dhe jemi gjithë në mendje për herë të parë. Dhe kjo gjithë në mendje duhet të jetë mirë në veshin e gjyqtarëve, sepse është një problem me kombin shqiptar nëse cënohet historia me vendime gjykate. Kaq ishte Landi. Kaq ishte, ë? Ikim galeri. Po ka ikim galeri se na humbasim atë fjalime. Çuna, djema, burra. Besoj se ishte mirë me 1 orë gjys. Po, dhe koleg, ju falenderoj shumë për këtë bisedë mjaft frytdhënëse, të rëndësishme për kombin shqiptar, jo për këto cicmicet e politikës që kemi ne për ditë. Bravo qoftë për ata, po me kena detyrim. Bravo profesionale për atë që ju po bëni nga Haga. Ju falenderoj dhe do kemi shumë raste të tjera. Anri Bala, Flogert Muça, t'ju kem këtu në tavolinën e Rumullakët në Dekalog në Dritare TV. Shumë faleminderit. Mirupafshim. Shihemi. Të nderuar teleshikues, ky është emisioni im për sot. Publicitet nga unë Orlan Qafoku. Mirupafshim. Për herë të parë në Shqipëri dhe Evropë, përmes aplikacionit i reja, zhvilluar nga Akinvest, mund të dërgoni para me MoneyGram në të gjithë botën, direkt në telefoni juaj. Dhe kjo do të kushtoj sa gjysmën e komisionit që do të paguanit nëse ju do të shkonit në çdo sportel. Mjafton të shkarkoni aplikacionin e reja për Android dhe iPhone, të regjistrojeni si klient dhe me njerë do të dërgoni para në të gjithë botën, me MoneyGram vetëm me gjysmën e komisionit. Bëj zgjedhjen e zgjuar, dërgo para me MoneyGram në aplikacionin e reja.